Pyetje nga Amla Jules. Kam një pyetje për ty. Kur mendon se vjen Jezusi? Jo për gjah, por kena me të prit. Pyetje shumë e mirë, Amla Jules, sepse Jezusi than fakt që do kthehet së shpejti, por kanë kaluar 2000 vjet që nga ajo deklarat. Sepse kur dëgjojmë fjalën së shpejti, ne zakonisht mendojmë për diçka që do ndodh menjëherë, apo jo. Fjala së shpejti është relative dhe lidhet me rëndësinë e ngjarjes dhe me sa përgatitje kërkon ajo ngjarje. Për shembull, prindrit thonë darka është gati së shpejti, por në fakt nën kuptojnë edhe 10 minuta. Shokujt thotë pushimet verore po afrojnë së shpejti, por në të vërtetë nën kuptojnë që do duhen edhe disa muaj. Mësuesi thotë do të diplomoheni së shpejti, por së shpejti do të thotë që mund të zgjasë edhe një vit. Pra mendo pak, në fakt ngjarjet e mëdha nuk ndodhin brenda natës. Sa më e madhe të jetë ngjarja, aq më shumë kohë të jepet ty për të përgatitur. Ashtu siç ke një semestër të tërë për të përgatitur për provimet. Por kthimi i Jezusit nuk është lojë, test apo diplomim, është ngjarja më e madhe në histori. Zoti dëshiron që ti të jesh gati dhe për këtë arsye ai të ka dhënë kohë. Por një ditë së shpejti do të bëhet tani. Dhe kur të vijë ai çast, e vetmja gjë që do të ketë rëndësi është kjo. A je gati? Zoti bekoft.